ne do t'i diskutojmë me zotin Nexhbedin Spahiu. Përshëndetje. Përshëndetje. Spahiu, a është me vend që ne sot ta zhvendosim jo vetëm vëmendjen, jo vetëm tek procedurat, tek seancat të cilat dështojnë dhe që numërohen të shumta në fakt, por tek ajo se çfarë realisht rrezikon Kosova nga mungesa e institucioneve dhe nga ky ngërç? Rrezikon shumë. Është një fat i madh që Serbia, që armiku i përbetuar i Kosovës është në të lashët të veta dhe më të mëdha. Përndryshe do të ishim në probleme shumë të mëdha ne. Por tani me qenë Serbia është në të lashët të veta dhe s'ja ka nga të merret me neve, ne e bëjmë atë më të keqen e mundshme për veten tonë. Pikërisht duke shkuar nga dështimi i një institucionit në dështimin e institucionit tjetër. Së fundit patëm dje vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, i cili krijoi akoma më shumë amulli, akoma më shumë paqartësi dhe fut Kosovën në një ngërç akoma më të madh. Ndoshta kjo për shkak të një konflikti të interesit, për shkakun që presidenti kur kalon mandati presidentit të Kosovës, atëherë ushtrues detyre bëhet kryetari i parlamentit, por meqense se Kosova nuk ka kryetar parlamenti, atëherë detyrën ushtrues detyre të presidentit e merr kryetari i gjykatës kushtetuese. Dhe atëherë gjykata kushtetuese ka marrë një vendim që ta bëjë situatën edhe më lugë, edhe më keq, në mënyrë që të vijë rradha që kryetari i gjykatës kushtetuese të bëhet ushtrues i detyrës së presidentit. Kështu që këtu në vend që të bëhet një garë që të krijohet një rregull dhe të bëhet gara e ndershme për funksione, për pozicione, secili hedh gurë dru që të bëhet situata sa më trubullt në mënyrë që të përfitojnë nga kjo turbullima. Zëri Spahiu, çfarë kërkon të përfitojë kreu i gjykatës kushtetuese me vendosjen e 30 ditëve që duhet të konstituohet, të marrë meritën apo të marrë pozicione? Këtë mund të na i shpjegosh pak, pra meritën e zgjidhjes së çështjes apo shkon më tej? Jo, pa nuk ka dhënë një zgjidhje të çështjes fare. Në 30 ditë të keni afat, po çfarë pas atij afati? Kështu që kjo shkakton akoma një konfuzion akoma më të madh. Një vendim i gjykatës kushtetuese, i cili do të duhej të ishte konform Kushtetutës së Kosovës, e cila thotë që duhet të zgjedhen me shumicë votash kryetari nga rradhat e partisë më të madhe, grupit më të madh parlamentar, 3 nënkryetar nga 3 grupet më të mëdha, si dhe një nga komuniteti serb dhe një nga komunitetet tjera pakicë, me të gjithë me shumicë votash, thjesht ka mund të jepet një sqarim dhe një direktivë që votimi të bëhet duke propozuar secila nga subjektet politike kandidatët për kryetar dhe nënkryetar në një listë të vetme dhe pastaj të hedhet në votim ku deputeti ka të drejtë të rrethojë vetëm njërin prej kandidatëve. Dhe kështu kandidati i cili ka fituar më shumë vota bëhet kryetar, ata të tjerët nënkryetar dhe ai që ka fituar më shumë vota nga komuniteti, domethënë prej pjesëtari i komunitetit serb, se mund të ketë edhe aty për shembull 2-3 propozime të tjera, të zgjedh nënkryetar dhe nënkryetari nga komuniteti i shumicës, ku po ashtu mund të kenë shumë kandidat, por ai që do të ketë fituar më shumë vota, pavarësisht se sa, kështu që lista është votuar, do të ishte votuar nga shumica e deputetëve të parlamentit, nga shumica ndoshta absolute, por numri i votave do të ishte i renditur rastësisht pe fuqisë së subjektit ose pe dëshirës për të votuar, sepse mund ndodhte që ndoshta një deputet i një partie ta votonte edhe një po mendoj kandidatën e partisë tjetër, por kjo nuk do të luante rol të madh
dhe kësaj parlamenti që në seancën e parë do të konstituojë, do të kishte kryesinë e vet. Çfarë po synon kushtetuesja zoti Spaniu sipas jush? Puna? Çfarë po synon, ka një skenar? Jo, mendoj që skenari kushtetueses është që të bëhet situata sa më e komplikuar. Domethënë që mos ken institucione, mos zgjedhet edhe presidenti, ti vi radha ta kryetori i gjykatës kushtetuese ta bëj edhe atë ta ushtroj deri në 6 muaj ka drejt ta ushtroj postin e presidentit, si ushtruesi i detyrës presidentit dhe më pas çfarë do të bëhet shteti i Kosovës vët në një hall jashtëzakonisht të madh. Por kjo bëron edhe nga një qëndrim i një pjesë të madhe të deputetëve, të politikanëve kosovarë që Kosovën e shohin si shtet të përkohshëm. Një pjesë e madhe përfshi edhe deklaratën publike të ministrit Liburnaliu që thotë Kosova është shtet i përkohshëm se Kosova do të bashkohet Shqipërisë dhe kësaj do të rregulloj problemet e saj, thuti se Tirana zyrtare është ja ka ngen të merret me budallëq të Kosovës. Ai nuk po arrin të zgjidh problemet e veta që ka e që 100 vjet ushtron sovranitet brenda atij territorit që ka dhe ka të lashe të mëdha, do ta shtoj edhe një të lashe më të madhe nga budallën kosovarë të cilës din ta qeverisin vetveten dhe t'i gjuhen në qafë Shqipërisë, Tiranës zyrtare që ajo tua rregulloj problemet. Kjo është ideja. Kjo është një ide shumë idioteske, të cilën fatkeqësisht është kogja e përfaqësuar në institucionet e Kosovës. Dhe nga kjo pastaj burojnë të gjitha të këqijat. Ideja se ky shteti i Kosovës është i imponuar nga të huaj, se ne nuk kemi dashur, ne kemi luftuar për bashkim me Shqipërinë, etj. Dhe kjo çfarë po mendoj gjeneron kjo? Gjeneron jo patriotizëm, gjeneron urrëtitje ndaj shtetit të Kosovës dhe natyrisht kur prodhohet një frymë e tillë, atëherë edhe ke situatat e tilla ku askush nuk ose pakush kontribuon në zgjidhjen e problemit dhe shumë kush kontribuon në komplikimin e problemit, në shtimin e problemit. Tani çfarë ka ndodhur teksa ne analizojmë pikërisht këtë moment, kryeministri i Kosovës në detyrë Kurti i është drejtuar krerëve pra të subjekteve politike, se janë informacione që sapo njihem edhe unë, për një takim të përbashkët të shtunën në orën 16 dhe ka bërë një reagim në Facebook ku shkruan se po bën një përpjekje të konsensusit për pikërisht për këtë çështje, ndërsa gjykimi i dieshëm i gjykatës kushtetuese thekson qartë, ka thënë ndër të tjera Kurti, se obligimi për të konstituar kuvendin është obligimi i gjithë deputetëve dhe jo vetëm i subjektit të parë, si kryetari i lëvizjes vetvendosi dhe në emër të grupit të madh parlamentar dalur nga zgjedhjet e 25-s për të nënshkurtrit, jam drejtuar të gjithëve krerëve subjekteve të përfaqësuara dhe flitet pikërisht për këtë takim. Që përpjekje ndryshe nga të tjerat, apo rutina që bëhet në të tilla raste, meqense vjen pas asaj se çfarë ka thënë gjykata kushtetuese, që vën afat 30 ditë? Po, gjykata kushtetuese thotë që duhet të merren vesh. Ja, ky po e bën ftesën për të marrë vesh, por çfarë nëse nuk merren vesh? Domethënë, sepse vetë mënyra, domethënë vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014 i ka komplikuar punën. Ai është bërë me agjent të caktuar që t'i ruajë pushtetin e shëmthaqët në atë kohë, që të mos pamundsoj që opozita të marrë pushtet, dhe në anën tjetër ky vendimi i tani është vetëm se të them një amandamentim i një vendimi të keq të gjykatës kushtetuese të vitit 2014, që i komplikon punët, në fakt thotë që duhet të merren vesh, po të gjithë edhe ata barinjt në për fshatrat e Shaljes së Drenicës e tjerë, e thonë këtë që duhet të merren vesh ta politikanët tonë, çka kanë që s'po merren vesh. Ky është mesazh, domethënë
mesazhi i gjykatës kushtetuese dhe i barinëve të Shalës, së Drenicës, së Trugovës është një lloj. Merruni vesh. Problemi është që ata s'po merren vesh. Po këtë e dim, se janë bërë ja 30 seanca. Gjykata kushtetuese është dashur të jap një rrugëzidhje se si ata të merren vesh, ose se si të bëhet, se si të veprohet në mënyrë që parlamenti të jetë i konstituar konform Kushtetutës së Kosovës. Thjesht. Dhe kjo që thash më parë, e lexova dje nga stënipi Dervish Mitrovicës, njërit prej themeluesve të Shqipërisë si shtet, që mënyra më mirë do të ishte kjo që të vendosen në listë propozimet dhe ajo listë të votohet si tërësi, deputetët ta votojnë vetëm një kandidat, ai që fiton, kështu që është e kuptueshme që partia më e madhe, përfaqësuesi i partisë më të madhe do të ketë më shumë vota, i partive më të vogla, më të vogla do të kenë më pak vota. Mirë po, në fund, secili do të merrte pozicionin meritor, edhe kësaj do të konstituohej parlamenti, edhe lista do të quhej votuar sepse do ta votonin shumica, atë listë, pa çka që kandidatët do të merrnin numër të ndryshëm të votave. Dhe i pari do zgjidhej kryetar, të tjerët nën kryetar. Shumë e thjeshtë. Ky është një rrugëzidhje që ka mund ta bëj kushtetuesa, po mendoj gjykata kushtetuese, por ata nuk e kanë patriotizmin e stënipit të Dervish Mitrovicës, as të Dervish Mitrovicës. Po ku mund të gjendet zgjidhja? Zoti Spajo, dhe si e ka prit politika këto ose faktorin ndërkombëtar? Ka patur ndonjë reagim dhe ku duhet të drejtohemi tashmë nëse dhe kushtetuesi s'ia bën këtë? Shiko, faktori ndërkombëtar na shikon me sy pejorativ. Në bisedat për shembull që kam me diplomatët, kur ata bëhen më të sinqertë, kur flasin në konfidencë, flasin me atë që ne, domethënë, kem bërë gabim që kem krijuar, po mendoj kem bërë Kosovën shtet. Thjesht nga që nuk keni brum që t'jeni shtet. Kjo është, domethënë, shumë përkeqardhje për ta dëgjuar këtë, por ata që ma diktët, nuk e thonë ata që kanë qasje armiqësore ndaj Kosovës, e thonë ata që kanë qasje miqësore ndaj Kosovës. Sepse gjenë shumë, edhe na çdo gjë që bëjmë, çdo budallëk që bëjmë, ju duket normale. Nuk mund të presësh më shumë nga këta që bëjnë këso budallëqe. Kjo është domethënë mënyra se si ndërkombëtarët reagojnë. Natyrisht ata kur flasin, po mendoj diplomatikisht flasin me një fjalor korrekt e tjerë, që mund ndoshta vetëm mes rreshtat të lexosh, por në brendi ky është qëndrimi. Qëndrimi është që ju e keni marrë shtetin në mënyrë të lirin, në mënyrë të pamerituar dhe tani po e keqpërdorni atë. Domethënë jo të gjithë e keqpërdoren, por shumicë e madhe e njerëzve, klasës politike, e të zgjedhurve të popullit e tjerë, atyre që duhet të japin një mendim profesional, si që është gjykata kushtetuese, e që duhet të priren nga interesi i vendit, nga motivet patriotike, po ky motivi patriotik mungon, edhe atëherë pastaj çdo gjë bëhet përshësh. Nuk e di si është kjo ana ligjore, do shta mund të jem edhe gabim, por duket se Kosova po na tregon le të themi edhe një anë tjetër pa njohur, edhe pse ndoshta ligjërisht është e qartë. Tani ngërçi mes subjekte politike në kuvend, konstituimi që nuk ndodh, ndërhyrja e gjykatës kushtetuese, po nëse ezaurojmë edhe këtë, çfarë ndodh ose kush janë mekanizmat Spajo ku mund të drejtohen, nuk e di, Strasburgu, ne për shumë Shqipëri e kemi si një stacion
për të drejtat, po, një stacion të fundit, po nuk e di se sa i qëndron realisht në këtë çështjen e Kosovës, se mund të jetë edhe si koncept gabim, po nëse keni ju një mendim se... Jo, po Kosova fatkesisht nuk arriti të bëhet antare Këshillit të Evropës, dhe prandaj nuk mund ta shfrytëzoj gjykatën e Strasburgut, por thjesht tani mbetet domthonjë që ose presioni ndërkombëtar, presioni miqve që ta zgjidh këtë çështje, ose që në fund të ngritet vedia, sa do kudo vedia patriotike edhe toleranca në mesin e klasës politike të Kosovës dhe të shkohet përpara, në të kundërtën ngelim këtu ku jemi. Kjo është për të vajtuar, por është një realitet. Është një realitet i cili burimin e ka në vedien jo patriotike. E thash edhe më parë. Ka në vedien jo patriotike të klasës politike, klasës intelektuale dhe të popullsisë në tërësi. Kur shikohet nga prizmi i Shqipërisë, mendohet se kosovarët janë më patriot. Është kundërta. Shqipëria është vendi më jo patriotik në Evropë, sikur të mos ishte Kosova. Por Kosova ka mungesë patriotizmi akoma më shumë se sa që ka Shqipëria. Dhe kjo që duket patriotizëm në sy të shqiptarëve, kur shikojnë Kosovën, kosovarët, atëherë kjo është thjesht një pasqyrë e gënjeshtër. Thjesht nga që ne duke jetuar në ish Jugosllavi, duke u parë patriotizmin serb, patriotizmin kroat, patriotizmin sloven e tjerë, kemi krijuar, si të them, një mod, një trend që, duhet të jemi edhe ne patriot, por kjo nuk na bën patriot të një mend, sepse kjo është po mendoj shtiremi sikur jemi patriot, për shkak se kjo duket trendi, por në fakt nuk jemi. Jemi akoma më pak patriot se sa që janë bashkë adhëtarët tanë bashkë në Shqipëri. Vllazërit tanë në Shqipëri. Po mendoj dhe ky është burimi i gjitha problemeve. Ne flasim për politikën, ne flasim për gjykatën kushtetuese, për rrezikun e marrjes detyrës së presidentit, sikurse janë ligjet në fuqi atje, dhe duket sikur pak flasim për atë se çfarë është kosto për shtetasit kosovar atje, se sigurisht që Kosova po kalon një lloj tranzicioni në vend që të ishte në atë fazën e bërjes së hapave të rëndësishëm të mëdhenj në këtë botë të trazuar në marrëdhëniet me aleatët, në intensifikimin e marrëdhënieve diplomatike ndërkombëtare, duket sikur e kemi aty si një vend që bota ose aleatët nuk janë të interesuar të trazojnë për arsye gjeografike, për arsye strategjike, se sa të kenë një vëmendje të shtuar për atë se çfarë realisht ka si rrugëtim Kosova, pjesë e NATO-s, pjesë e Bashkimit Evropian. Plotësisht e drejtë. Plotësisht e drejtë. Po, është një konstatim që... Jetëmërsisht e qartë. Jetëmërsisht e qartë, ke plotësisht të drejtë. A duhet ne, sot të shqetësohemi më shumë për atë se çfarë ndodh me financat atje, çfarë ndodh me shtetasit e Kosovës, kush janë hallet e brendshme dhe të kapërcehet përtej asaj që është interesi politik apo lojrave politike që bëhen? Në këtë moment, domethënë që po flasim, Kosova, edhe pse është vend i vogël, domethënë dhe lidhja mes qyteteve është vend i populluar dendur. Ka një denduri popullsisë trefish më të madhe se sa Shqipëria. Qytetet kryesore të Kosovës nuk janë të lidhura me autostrada, akoma. Autostradat që lidhen qytet përveç Prishtinë e Prizrenit, që është lidhur me autostradë, asnjë edhe Ferizaj, Prishtina,
autostrada për Merdara, që shën ka Serbia, për Podujevë, autostrada për Mitrovic, autostrada për Pej, për Gjakov, për Skenderaj, janë të gjitha të nisura dekada më parë, por të papërfunduara. Në ndërkohë që Kosova nuk është se nuk ka para, ka të grumbullura mbi 1 miliard euro në buxhetin e saj, para të cilët qëndrojnë, rrini, janë i inflacioni, sepse inflacioni u zbret vlerën, në ndërkohë që ato nuk futën në qarkullim, nuk të bënd pak të në rrugë, që është gjë më thjeshtë, pale projektet e tjera, të cilët do duhet i bënd të një qeveri edhe një qeverisi efektive. Kjo është situatën në cilën tani Kosova ndodhet. Për çdo ditë ke kolona në rrugët, për shembull në rrugën Mitrovic-Prishtinë, është mërësisht u thosh, distanca mes Prishtinës dhe Mitrovicës është sikur distanca mes Durrësit dhe Tiranës. Dhe ti ke kolona të tmerrshme, aty që njerëzit humben me ka 2-3 orë në një rrugë që mund të bëhet për gjysmore, për 25 minuta. Dhe ne në mbetet zëzveju për të parë se çfarë realisht do të ndodhë në këtë vendim të gjykatës kushtetuese. Ndërkohë, para se ta mbyllim të komentojmë dhe herën e parë që u shpreh Donald Trump sa i takon Kosovës dhe Serbisë dhe çfarë mund të kenë parandaluar, le të themi, aleatët në summit, si e ke parë? Po, ajo e vërtet është çfarë ka thënë Donald Trump. Unë kur e thoj në emisione televizive po, na vinte pak çuditëre. Po patjetër, që rreziku është shumë i madh që tjerë duke sikur po flas halucinacione dhe jo një rrezik real. Është vërtet që kjo kur Trump për herë të parë u bë president, në Serbi u mendua se kur ka ndryshuar politika amerikane ndaj Kosovës, pastaj u bë kjo Theresa May në kryeministër britanike dhe u kriju përshtypja që ka ndryshuar gjeopolitika dhe Serbia bëi gati të futej në Kosovë. Është e vërtet që në atë kohë sekretari amerikan i mbrojtjes që ishte i emëruar nga Trump, James Mattis, e tha prerë dhe bëri një kërcënim të qartë, po të njëjtën gjë bëri edhe kryeministja britanike, pra pikërisht ata të cilët shpresoi që ka ndodhur ndryshime dhe që Serbia mund të futet në Kosovë, dhanë deklaratat e prera dhe pastaj Serbia u tërhoq dhe hoqi dorë nga kjo. Që Trump, edhe pse gënjen shpesh, në këtë rast nuk ka gënjur, e ka thënë një të vërtetë. Faleminderit që ishit me ne në këtë bashkëbisedim sot. Por, më fal, vetëm edhe një fjali. Tani, domethënë në gjithë të çfarë po ndodh në botë, sigurisht që Trump do t'i kthehet Kosovës. Mendon që është momenti për të patur një vëmendje? Po, patjetër, dhe në Kosovë akoma bim në gjumë në vend që të përgatitemi në mënyrë që vendimi i Trumpit për zbatimin e marrëveshjes së arritur mes Kosovës dhe Serbisë të gjejë në mënyrë të na gjejë sa më të përgatitur, ne ja fusim gjumë. Kjo më kujton atë librin e kujtimeve të Shembej Vlorës, kur thotë ushtria greke futej i afroi Vlorës, villte zjarr nga anijet greke villnin zjarr mbi Vlorën, në ndërkohë që unë kisha mbledhur 15.000 ushtarë dhe po bëja spitalin ushtarak dhe më thonin Beq, çfarë na duhet spitali, askush nuk është plagosur. Lufta ishte në Prag dhe shqiptarët prisnin të plagosëshin një herë, pastaj ta bënin spitalin dhe jo ta bënin spitalin që të ishin të gatshëm për luftë. Dhe kjo po ndodh, domethënë në Kosovë. Njëjta gjë
të njëjtë shqiptarë jemi si ata të para 100 kusur viteve. Asnjë gjë nuk ka ndryshuar në vetdijen tonë. E ke qartë, po. Faleminderit. Çdo të mirë.